Një herë e një kohë në një fshat, u mblodhën fshatarët për një kryeplak dhe folën të gjithë, çdo plak e i ri, që si kryeplak të vën një bari, dhe folën fshatarët tamam si vëllezër. Ky drejton bagëtin e jo pastaj njerëzin. Si hypi bariu e mori fuqin, e vuri në hu të gjithë njerëzin. Në çdo anë të fshatit kërciste dajaku. Nuk fliste njeri. E di kryeplaku. Ky si shkryeplak, si gjithë të parët. Se shqepi në hu të gjithë fshatarët. Po lutej riu, po lutej dhe plaku. Një ore më parë të vdes kryeplaku. Dhe erdhi një ditë e mbaruan kusuret. Kudo hapet lajmi, kryeplaku së muret. Mblodhën paria, i riu e plaku, që fjellën e fundit të thot kryeplaku. Se fshatin e shkret, e gjeti që gjeti, të shohim, çdo jetë në fund amaneti. Dhe kryeplaku ashtu si më parë, u tha, ti varni në qaf një litar. Mbi varrin e freskët, mbi varrin e ri, u shtri një litar tamam për çudi. Në fshat, sërish kërciti dajaku. Të dalin shkaktarët, është vrar kryeplaku. Të shkretët fshatar, bo se që gjeti, ti ra dhe i vdekur. Ky që amaneti, nga Nazar Latifllari.